Të refuzosh që të shërbesh një kafe apo të ndezësh dritat e gjata të makinës, ka treguar se në Shqipëri jeta dhe vdekja janë shumë afër njëra tjetrës. Shqetësuese është fakti se mjafton që një debat për këto arsye banale që gjakra të ndizen dhe të prodhohen masakra me viktima. Siguria publike duket e cenuar pikërisht për faktin se njerëz problematik qarkullojnë të armatosur ditë e natë. Këtë fakte dëshmojnë dhe shifrat e policisë, ku nga janari deri më tani janë sekuestruar rreth 506 armë zjarri të llojeve të ndryshme, kryesisht pistoleta, kalashnikov, armë të modeleve të vjetra apo dhe nga ato më të sofistikuara të viteve të fundit. Blut kanë arrestuar afër 600 persona për këtë vit, të akuzuar për armbajtje pa leje, e mbi 600 të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë, ndërkohë që në kërkim janë afër 70 persona të tjerë. Ndonë se deri në vitin 2020 problem kanë qenë armët e marra nga depot e ushtrisë në vitin 1997, vitet e fundit trafiku ndërkombëtar i armëve zgjeruar. Shumë operacione kundër këtij trafiku nxorren në skem grupe kriminale që marrin armë nga Evropa dhe më pas përmes Kosovës i sillnin në Shqipëri, armë që kanë rezultuar të prodhimeve të reja dhe të sofistikuara me silenciatore të tjerë. Referuar të dhënave zyrtare dhe në vitin 2024 është paraqitur e njëjta situatë problematike, konkretisht me 644 armë zjarri të sekuestruara dhe 701 persona të prangosur. Kodi penal parashikon dënimin deri në 7 vite burg për armbajtje pa leje.